Kjo është e vrasja e Gjovalin Prendit, por ndërkohë, si pas medjave, që ditën e qatë mbrëmje, por edhe ditën vim, u hodh ideja që vrasja midis e Gjovalin Prendit ka lidhje me atentatin e Tiranës. Pra, si pas shtypit, ata që kishin urdhruar vrasjen e Gjovalin Prendit tentuan të vrisnin dhe nusen e tij, pra gruan e djalit tij që ka ndruar jetë një vit më parë ndoqët kronikën në fillim. Ka lidhje mes të dyjave? Nuk u hodh ideja, Fevzi, fare. Janë veprimet policore që orientuan median të raportonte disa detaje që shkonin në këtë drejtim. Të nesërmen e ngjarjes, Gjovalin Prendi është vrarë diku në orën 19 dhe pak minuta. Dhe këtë vrasje se quajmë nëse hajde kjo që duke sigur e meritone e biznesit të tij. Automjeti që ju e pat ka ardhur nga Miloti përpara biznesit, nga aty kanë dalë dy persona të maskuar, njëri prej tyre ka qelluar, tjetri ka qëndruar pasiv, pra nuk ka bërë qitje në drejtim të Gjovalin Prendit. Më pas, në të njëjtin itinerar është larguar dhe automjeti është gjetur të nesërmen diku nga mesdita, rreth orës 14:15 i djegur në fushë Gjormë. Tani çfarë ndodhi atë natë dhe përse policia hodhi idenë ose më saktë la të kuptohej që këta të dy atentate po i shite si të lidhur me njëri tjetrin, sepse të nesërmen që në orët e para të mëngjesit, ndër personat e parë që u morën në pyetje ishte gruaja e parë e Rohan Brahimit, pra e djalit të Gjovalin Prendit, për ta sqaruar për opinionin publik. Rohan Brahimi e emrin e lindjes e ka Sidorel Prendi ose Sidi, siç e thrisin në zonë. Për shkak të martesës me zonjën, pra me bashorten e parë, ndryshoi emrin dhe mori mbiemrin e gruas së parë, sepse ai ka dhe një grua tjetër, në sytë të cilës dhe të djalit që ka me të, u vra në Greqi në vitin e kaluar, pra në 2024. Kështu që personi parë që u pyet për këtë ngjarje dhe u pyet cili është automjeti që përdor. Gruaja e Rohan Brahimit ka treguar gjithë itinerarin, rezulton që ka vetëm një gërm që ndryshon nga targa automjetit që u qellua. Po ajo përdorte këtë rrugë? Ajo ka përdorur, ajo banon në atë zonë, jo fiks në këtë, jo afër dhe edhe vetë Bardh Demiraj, ka kur është pyetur se kush janë fshinjët e tij dhe kush janë ato njerëz që mund të kenë problematika, ka listuar ndër të tjerë dhe mund ta konfirmoj edhe vetë me qenë se po ndjek, edhe emrin e zonjës në fjalë. Pra ai më thotë jam në Itali, më shkruan që është në Itali. Po, por mund ta konfirmoj këtë gjë dhe normalisht ai ka mohuar për shembull historinë e fajteve, historinë. Më thotë që se pyeta si është gjendja e djalit me që më shkruajti dhe është më njerëzore me pyet se sa për detaje dhe më thotë vazhdon stabël, por jemi akoma në një risk shumë të lartë. Urojmë t'ia dalë, sepse 11 vjeçare, urojmë gjithë t'ia dalë sepse vetëm një fëmijë nuk është e tmerrshme. Dhe për t'ju shpjeguar, pra ideja është fakti që policia e Tiranës pyeti vetë zonjën në fjalë. Tani, se çfarë do të nxjerrë hetimi, këtë do ta nxjerrë hetimi, po unë besoj fort që nëse më lejon do shpjegoj vetëm pak kronologjinë e Sidorel Prendit. Sidorel Prendi për herë të parë, unë personalisht kam rënë në kontakt të këtij emri, sepse nuk e kisha gjetur asnjëherë në dosjet hetimore, në vitin 2022 kur u vra Brillant Martinaj. Në atë kohë kam siguruar një dokument sekret, ishte shpallur në kërkim policor bashkë me Alessio Dobrozin, Fation Muratajn, Ramazan Rajën dhe Indrit Doklen. Ramazan Raja është një ish deputet socialist, Indrit Doklen u shpjegova. Dhe dyshoheshin për ngjarje. Në atë kohë, mes rrjeshtash në dokumentat zyrtare të policisë dhe të prokurorisë thuhej që nga të dhënat e mbledhura në rrugë operative, Ervis Martinaj, që është i zhdukur pa gjuhën prej 2022-shit, pra vetëm ngjarja është në 17 korrik 2022, në 9 gusht është zhdukur Ervis Martinaj, pra pa bërë as një muaj të plot, ishte betuar që gjithkënd që ishte i përfshirë në ngjarjen e vrasjes së kushëririt, se duhet kujtojmë dhe një gjë, Brillant Martinaj nuk është se vetëm u vra. Brillant Martinaj bashkë me njërin nga miqtë e tij u shkrumbua brenda automjetit. Pra të kalon dhe të shkojmë te kjo. Dhe në atë moment, çfarë ndodhi? Rohan Brahimi u përfshi në atentate shumë të forta mafioze. Pas Brillant Martinajt tentoi të vriste trurin financiar të Ervis Martinajt. Ylli Braja Brahimi që e dyshonte që e kishte shitur tek Martinajt, e kishte kushërit parë të gruas. Nuk ka rëndësi. Ja, po çfarë pse po i them këto gjëra që të dalë tek pista që pse unë dyshoj që janë të lidhura. Tani, mes të tjerash, mes gjithë këtyre historive, Rohan Brahimi dyshoi bashkë me kunatin e tij që kanë marrë pjesë në atentatin ndaj Gentian Betjas. Dhe një muaj pas vrasjes së Gentian Betjas në Larush, u vra vetë Rohan Brahimi në Athinë në sy të gruas së dytë dhe të djalit. Duhet theksoj një gjë, gruaja dytë nuk ka asnjë lidhje me aktivitetin e tij kriminal dhe familja e Rohan Brahimit nuk e ka njohur djalin.
Pra ajo zonjë, nuk dua t'ja përmend emrin se nuk dua ta dëmtoj, nuk ka asnjë lidhje me historitë shqiptare. Madje ajo nuk ka pasur dieni as për ekzistencën e gruas së parë. Nuk e dinte këtë gjë. Shënë si ka se kjo është historie e tij. Po jo, sepse mund të jetë target të nesërmen për ta ashtu dhe në gjithë këtë histori, çfarë ndodh? Gruaja e parë e Ruan Brahimit ka vllai në burg të dyshuar për vrasjen e Gentian Betjas dhe bashorti dihet. Dhe çfarë nga gjitha hetimet që un kam kryer, më rezulton që të gjithë personat që kanë qenë pjesë e grupit kriminal të Ruan Brahimit, 1. banojnë në zonën rezidenciale. 2. Ka pasur dyshime që të paktën 2 prej tyre që janë në kërkim ishin kthyer përmes Kosovës dhe kishin hyrë në Shqipëri. Çka do të thotë? To ditë. Po them 3 javët e fundit. Dhe ka informacion pavarësisht se policia nuk e pranon këtë zyrtarisht. Mirë pra, po atentati është në një rrugë që nuk është rrugë e zakonshme. Po pra, sepse atentati Fevzi, dëgjoj, aty për shembull në Malca e njohun atë grup, edhe mendoj që modestisht e njoh shumë mirë. Ata janë njerëz të cilët së pari ruhen shumë. Nuk kalojnë 2 herë në tjetër rrugë. Nuk kalojnë 2 herë në tjetër rrugë. Do thotë që ata persona të cilët kanë shkuar aty dhe kanë qelluar, kanë shkuar motori, nuk është 15 minuta sipas kamerave të sigurisë, ka vajtur vetëm në momentet e fundit. Në zonë aty nuk ka kamera sigurie. Dhe aty nuk ka. Pra, aty nuk ka kamera, edhe 3 ditë përpara ka patur sinjalizim që një motor i cili dyshohet që mund të kishte armë, ka lëvizur në zonë. Pra do thotë që është një atentat i organizuar ditët e fundit. Po të kthehemi tek familja Demiraj, pa kthehemi pas në kohë dhe themi, ore më fal, pse u organizua tani ky atentati? Bar Demiraj, ne të gjithë e dim që lëvizte lirshëm. Një problem që ka patur për pronat është i sqaruar. Problemi që pretendohet për fajtet, po ashtu nuk është pistë e fortë. Çka do thotë, unë besoj që shënjestër mund mos ke qenë direkt e shoqja, por kanë qenë automjetet që përdoreshin jo vetëm nga bashortja, tashmë e veja e Rohan Brahimit, pra është tentuar të eliminohet dikush nga ky grup i cili ka pasur makina të ngjashme dhe mund të ketë qarkulluar në atë zonë në të njëjtin orar. Fevzi, ata lëvizin autokolon që ta dish. Unë mbaj mend kur kam nxjerrë emisionin e parë për Rohan Brahimin dhe e kam ekspozuar për herë të parë, kujtoj, kam patur kolegun Eni Ferati, ka dërguar një mesazh shumë të gjatë dhe në fund fare unë nuk e kam lexuar live atë mesazh të gjithin. Në fund fare thoshte, dhe Eni mund ta konfirmoj këtë gjë, i është të dërguar dhe policisë dhe është i ruajtur nga ana ime. Pasi unë të mbaroj të gjitha punët e mia, unë do të merrem me ju të dy që po merreni me mua. Pra, ai e thoshte këtë gjë në fund. Dhe unë besoj. Po, e keni Eni Feratin, mund taftoni dhe t'ua konfirmoj këtë gjë, mund t'i dërgoni mesazh. Shumë precedent. Pra, do të thotë që nuk ka rëndësi, po unë vetëm Shqipëri dëgjoj që kriminali çon live mesazh në studio, se kjo nuk do. Dhe unë ndaj besoj fort, tani se cili prej tyre mund të kenë pretenduar edhe gruan bashkë me antarë të tjerë, mund të kenë pretenduar njëri nga antarët. Po gruaja e ka mohuar, ë? Ore, gruaja nuk pranon as... Fevzi, se ka një problem... Fevzi, ka një problem shumë të madh. Ka qenë në spitalin e Lezhës, ku i kishin ekzekutuar Vjerin. Tani ka një problem të madh. Ajo kohët e fundit nuk fliste me Vjerin. Dhe nuk qëndronte në familjen e Rohanit. Unë e njoh atë familje, kam vajtur mbi 20 herë në plan. Dhe familja e Ruan Brahimit ka marrë një sinjalizim 3 javë përpara ku është dërguar fjalë nga persona të tretë që ne do t'ju shkrim dhe do t'ju zhdukim të gjithëve. Më kupton? Pra gjitha këto detaje mua më bëjnë të dyshoj, pavarësisht se policia nuk do pranoj që do vrisi një të kërkuar, se normale,